إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimin e takon Allahut Azza wa Jall. Atëherë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet ja qojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij, edhe këto muslimanëve që e kanë pasuar dhe e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur musliman xhamatin të nderuar, në kësaj radhe do t'ja kushtojmë disa fjalë rreth gurbetçarëve, për shkak se ata mund me thonë na sa herë po vina kur për neve s'po flet, kështu që disa fjalë t'ja kushtojna rreth gurbetçarëve nëse mundna me i thonë kështu, apo rreth vëllezërve tan, të cilët na kanë ardhur prej gurbetit dhe na kanë ardhur në vendin ton ose kanë ardhur edhe në vendin e tyre. Dhe duhet t'i tregoj pak disa fjalë se si duhet të trajtohen ata, si t'i vlerësojmë ata dhe në çfarë çështje, në cilën pikë të dinit ata hynë. E para çka mujna me i trajtu ata ose si me i bën krahasim janë si lloj musafirësh. Ata të cilët vinë për disa ditë me nejt në vendin e tyre, e që në fakt tashti ata po jetojnë në vend tjetër, vetëm se për këto pak ditë që vinë dhe rinë këtu, atër mundemi dhe duhet t'i trajtojmë si musafir. Dhe dini Islam për musafirit ka folur dispozita të veçanta, fjalë të veçanta, dhe i ka ngrit pozitë të lartë musafirëve. Allahu Azza wa Jall kur e ka përmend rastin e Ibrahimit alayhi salam, se si Ibrahimi alayhi salam i prit ke musafirët. E na Ibrahimin alayhi salam këtë pejgamber dhe baba i pejgamberve e kena si shembulltyr. Allah Azza wa Jall kur flet për ta thot: "Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra." Kur i erdhen meleket në formë burrash, i erdhen tek Ibrahimi alayhis salam për ta përgëzuar atë. Qalu salama. Ata i than Ibrahimit: "Selam aleikum." Ibrahimi ja kthei: "Qala salamun." Fama labitha an jaa bi'ijlin hanidh. Edhe Ibrahimi ja kthei selamin, tha aleikum selam. Uluni. Sa po u ulen, nuk u zgat edhe shumë qëndrimi i tyre, tha Allahu, por ishin si musafir. Se si njëf ke Ibrahimi a.s. Nuk u zgat qëndrimi shumë, vetëm se kur erdhi Ibrahimi a.s. me një veç që e kishte therr, e kishte prej pa mor vesh pola musafirët hiç, e kishte prej dhe e kishte pjekur bile me një pjekje që bëhet në ditët e sotme pak më e veçantë, pjekje në gur dhe ja pruni musafirëve. Kjo na dha neve shembull se kështu duhet të sillemi me musafirët. Edhe atë gurbetçarët të cilët na kanë ardhur duhet t'i trajtojmë edhe na si musafir, jo vetëm t'i presmi si disa grup njerëzish të cilët veç me na pru neve diçka, veç me na ngjall vendin ton me të ardhurat e tyre, por duhet t'i presemi kështu që shpritet musafiri. Pejgamberi alayhis salam na tregoi se si duhet t'i trajtojmë musafirët. Në një hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi, tha pejgamberi alayhis salam: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'dhi jarah." Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, mos ta shqetëson kojshin e vet. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dayfah. E kush beson Allahun dhe pejgamberin dhe ditën e gjykimit, tha le të sillet mirë me musafirin e tij. Le të sillet mirë me musafirin, apo e vereni se si e lidhi pejgamberi alayhis salam sjelljen e mirë me musafirin me besimin e Allahun. Kur tha kush beson Allahun
dhe ditën e gjykimit le të sillet mirë me musafirin. Atëherë këta të cilët vëllezërit tonë gurbetçar që kanë ardhur janë edhe musafirët tonë, dhe nga kjo u lidh edhe besimi jon. Nëse jena besimtar që duhet, atëherë nuk duhet të zgjedhemi fjalë fyese për musafirët tonë. Nuk duhet të zgjedhemi çortime dhe hajgare me qërtim për musafirët tonë, por duhet të sillemi mirë me ta. Pejgamberi alayhis salam një herë për herëve ju drejtu Abdullah ibn Omerit dhe i tha Abdullah ibn Omerit: "Wa inna li zawrika alayka haq wa ibn Umar." Tha ta dish se për musafirin tand ki hak. Për musafirin tand ki obligime. Për musafirin tand ki obligime. Për këta, disa të parë tunë, kur kanë folë për musafirin, kanë thonë se si kur të mubajke, dunjoja kerejt një kafshot buke, qatë kafshot buke kisha me shti në gojën e musafirit tim. Kisha me shti në gojën e musafirit tim, për edhe hadithin që përmenda e transmeton Buhariu, nga që kjo kuptohet se kështu duhet i trajtojmë musafirët që neve na kanë ardhur. Tregon Aisha radiallahu anha me një hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi. Kur i erdhi shpallja pejgamberit tur Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u shqetësu pejgamberi, se ishte hera parë që i erdhi Gjibrili, edhe e trunditi dhe e frigoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi alsam shkoi tek Khadijja, gruaja e vet e para, dhe shkoi tek ajo dhe i tha: "Mbolanum se çka më gjeti mu nuk e di ja ka gjet kan. Mbolanum." Tha: "Çka ki?" Sikur fillai tha: "Shka po ptut në anë, sikur mendoj ke mos e ka kop na je gjena ose diçka." Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam hale besoi erdhi shpallja. A di shka i tha Khadija? Tha: "Kella, ubashiru fa wallahi la yukhzika Allahu abada." Mos u ban qështu marak o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hala nuk I kishte lojme që me shpoll pejgamber lëkun. Mos u ban marak. Tha se vallahi ty Allahu s'ka me të humb as njëherë. Fa wallahi innaka la tasila rahim. Pse kështu? Për shkak se ti I mba lidhjet farefisnore. Tjetër çka? Wa tuqri udhayf, edhe wa tuqri ad-dayf, tha për shkak se ti edhe sillesh mirë me musafirin. Edhe cilësitë e tjera ja përmeni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por ai tregoi Khadija që veç pse ti sillesh mirë me musafirin, Allahu ty nuk ka me të humb. Kjo është ose arsyeja e parë, ose si duhet t'i trajtojmë këta musafir gurbetçar që na kanë ardhur, duhet t'i trajtojmë si musafir. Kjo e para. E dyta që duhet t'i trajtojmë është si mbajtje e lidhjeve farefisnore. Sepse ata të cilët vinë, ata nuk janë për Beogradit. As nuk janë prej vetë Zvicrës, as Gjermanisë, po ata janë të Kosovës dhe të vendit tonë. Ata janë ose vëllezërit tonë, ose motrat tona, ose djemtë e migjallarëve tonë, ose migjallarëve tonë. Prandaj edhe nëse na, kur të vinë tash ata, fillojnë a mos qiell shumë mirë me ta, është mbajtje e lidhjeve farefisnore. Kjo është obligim tjetër që kërkohet për neve nga ona e Allahut azza wa jall. Allahu e përmend Kur'an tha: "Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi." Tha: "Ju o munafika, nëse kishti me ju lan juve, edhe nëse ju kishti mu kthy ju në besim, tha ju kishti me bon fesade çrregullimin tuk." Çfarë fesade është rregullime? Vazhdon ajeti tha: "Wa tuqatti'u arhamakum." Ju prej fesadit që kishim me bon çrregullimin tuk, kishim I shkput lidhjet farefisnore. Apo e vreni, si ja tregoi Allahu rrugën njerëzve jo besimtar, jo nëse largoheni prej besimit, jo bani çrregullime, largoni dhe ndani lidhjet farefisnore. Apo e vreni sa rrezikshme, vazhdon ajeti tha: "Ulaika alladhina la'anahumullah." E këta që I bojnë shkputjet e lidhjeve farefisnore, Allahu I ka mallkuar këta njerëz. Allahu I ka mallkuar dhe përderisa Allahu azza wa jall I mallkon disa njerëz, nuk pritet hajër për ata njerëz. Nuk pritet që ka me orë bereqet as në pasurinë e tyre, as në fëmijët e tyre, as në të ardhmen e tyre, sepse Allahu ata I ka mallkuar. E nëse don ti më rujt këtij mallkimit të Allahut, mbaj lidhjet farefisnore. Ai vllai që vjen prej lart, edhe vjen këtu, është lidhja e ngushtë farefisnore. Tha pejgamberi selam me një hadith që vjen prej Aishës radhiyallahu anha që transmeton Muslimi.
Tha, arrahimu muallaqatun bil arshi taqul. Tha pejgamberi sa lidhja farefisnore o ju njerëz, është kapur për arshin e Allahut, është kapur për fronin e Allahut. Edhe Allahut i drejtohet kështu dhe i thot, man wasalani fawassalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Tha kështu pejgamberi i thot lidhja farefisnore, që Allahu e ban si form trupi, edhe ajo ka për fronin e Allahut dhe i thot, o Zot, ata që i mbojnë lidhjet farefisnore, mboj edhe ti lidhjet me ta. E ata që i shkpusin lidhjet farefisnore, shkputi edhe ti lidhjet me ta. Kjo është kërkesa e farefisnis që ka kërku tek Allahu Azza wa Jall. E ati që kanë thonë djetarë kur kanë zbërty këtë hadith, kanë thonë kjo i bjen se nëse ti shkput lidhje farefisnore, Allah ka mi shkput me ty, kur Allahu i shkput lidhjet me ty, s'ka me të quë bereqet, s'ka me të donë sukses, s'ka me të donë as pasuri, as hajrë në fëmijët e tu, nësë gjë Allahu Azza wa Jall. Pra i shkputur prej Allahut. E a don ti me koni shkputur prej Allahut? Jo. Atëherë pra ti mboj lidhjet farefisnore me këta të cilët neve na vijnë. Edhe nëse kanë qenë prej atyre që me kretat një vetë që kanë qenë jashtë, ose në njën edhe më shumë se një vetë, ata s'kënë thirë nashta kur, ata nashta ty s'ta kanë që në i dinar kur. Mirë po është të afërmit e tu janë me mbojt lidhjet Allahu për në banë obligim, me mbojt lidhjet farefisnore, kur gjonë më s'pasin që, edhe nëse në i fjallë të rondë, ty ta kanë shu, apet ti mboj lidhjet me ta, ndesh me kom prej atyre që Allahu i ka fali më shëren dhe mbanë Allahu pasaj lidhje me ta. Tha pejgamberi a.s. me një hadith tjetër, tha ma min dhembin ajdru an yuajjil Allahu li sahibihi al-uqubati fi ad-dunya ma yudakhiru lahu fi al-akhirah min al-baghyi wa qati'ati ar-rahim. Tha pejgamberi a.s. nuk ka naj gjunah që meriton mas shumëti Allahu me jazëberit denimin për qatë gjunah, me jazëberit denimin në dunja, para se me jazëberit denimin tjetër në ahiret. S'ka naj gjunah që meriton mas shumëti Allahu me denu edhe në dunja, pa ju zvoglu denimi edhe në ahiret, cilat atë veçëm se gjënohi i atyre që bojnë zullëm dhe gjënohi i atyre që i shkputin lidhjet farefisnore. Si pas këti hadithi, nëse ti shkput lidhjet farefisnore, je ma parsuri që meriton Allahu me zberit denim në dunja për ty, edhe në ahiret. Dhe këtë hadith e transmeton Imam Tirmidhiu dhe Sheikhul Albani ka thënë hadithi është i vërtet. Tha pejgamberi sa më një hadith tjetër që vjen për Abdullah ibn Salam, tha ja ayuhan nas, pejgamberi sa tha o ju njerëz, afshu selam, shpërndani selamin mes juve, mësoni me i dhënë njerëzve selam, edhe më kthy selamin, wa at'imu at-ta'am, edhe jepni ushqim atyre njerëzve që kanë nevojë me i dhënë, wasallil al-arham wasallu bil-lejli wan-nasu niyam tadkhuluna al-jannata bisalam. Edhe tha pejgamberi alayhis salam, jepni ushqim dhe mbani lidhjet farefisnore. Dhe falni natën kur të jetë flajm, atëherë ju me selam dhe paqe keni me hinë xhenetet e Allahut. Por ai kushtëzoi pejgamberi sa për me hinë xhenetet e Allahut, me i mbajt lidhjet farefisnore. Është orë ndoshta edhe rast i volitshëm. Nëse ke pos edhe vëlla prej babë prej nanës, ndoshta ka posur nai kasavytje me ty, por që tash ai ka ardhur në pushim, dhe ka ardhur pushim dhe jo veç kaq, po ka ardhur pushim dhe bilin nuk don as aty as me të po hiç, ndoshta vjen dhe po nuk tentove ti me i thyr rregullat ato i natet e tua dhe me shku ti me i ful, ndoshta s'flet hiç. Ka rast i volitshëm që ti me shku i pari me përmend dhe me shku me i dhon selam. Për këtë tha pejgamberi sa në hadithin që transmeton Buhariu, laysal wasilu bil mukafi, nuk është ai që man lidhjet farefisnore, ai që i afërm i tij i rregati. Sush kjo, nuk quhet kjo lidhje. Nëse unë kam një vëlla dhe ai vëllavi jam unë për çdo muaj më qen, e unë tash i moj lidhje pse ai për çdo muaj më qen. Ose tjetri si të vjen këtu, ma bjen një vetur të mirë. E unë kam vëlla ose djalë të mirë ose djalë të vëllavit. Ose në një, pse ma bjen për shembull veturën e mirë, unë veç për çita me i mojt lidhje të farefisnore. Jo, tha pejgamberi, kjo nuk quhet lidhje farefisnore. Kush? Tha walakin al-wasil alladhi idha quti'at rahimuhu wasalah. E lidhje quhet e fort, ajo për cilën foli Allahu dhe pejgamberi, kur të tjerët antar të tjerës të lidhjes farefisnore, ata të lojnë anash, po ti shkon edhe hin xhepsi me zar. Edhe ti shkon me zar i bohosh, edhe i kopësh, edhe kishe s'din kur gjoshat ka fy, edhe kishe s'podin kur gjoshat ka fol, që kjo është lidhje farefisnore. Po i tregoj kur i erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Jafar ibn Abi Talib.
Gjaferi, kur erdhi pejgamberit alayhis salam, erdhi dhe kur erdhi, pasi që u çliru Khajberi. Një luftë e hatashme ka qenë kundër jehudëve. Dhe u çliru Khajberi, një shërim i madh. Kur i erdhi a dikush, Jafer ibn Abi Talib ishte djali i migjës të tij. Nuk ishte bash as vllavi. Po kur i erdhi djali i migjës të tij, Jaferi prej Habeshës, prej Abisinis, asoj kohë, kur i erdhi prej Abisinis, a di çka tha pejgamberi asam, kësi e po Jaferin, ju afrungat dhe e përqafin e bollin e tij, djalin e migjës. Ndërsa sa prej neve, musafirët të tonë, edhe ata që kemi lidhje farefisnore, vëllezërit tonë, ja kemi bën një gjallë, vëllezërve tonë, ja kemi bën një gjallë të tillë. Pejgamberi, djalit të migjës, e përqafi në mesin e dy syve të tij, në bollin e tij, dhe i tha pejgamberi asam, nuk e di o Jafer, a të gëzohna për çlirimin e Hajberit, apo të gëzohna për ardhin tënde. Nuk pe di për cilën më gëzo më shumë, a për çlirimin e Hajberit, që është luftë e madhe, apo për ardhin tënde, kështu i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, djalit të migjës. Kështu i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, djalit të migjës. Pastaj Imam Neveviu kur e ka zbërthy këto, ka thonë se lidhjet farefisnore ka njëherë janë me imbojt lidhje farefisnore me pasuri. I afërmi jot ka nevojë me dhon pasuri e mban lidhjen. Ka njëherë ka nevojë për një shërbim ja kry. Ka njëherë thot ose diçka të ngjashme thot Imam Neveviu, ose diçka me një mundi ndihmë të lehtë. Ndërsa Sheikh Ibn Bazi thot bilimbohet lidhja farefisnore edhe nëse i afërmi jot, vllavi jot, djali migjës tan, migja jot, kushërini jot, ka nevojë veç një thirrje një abo telefonike, ki me hin këto ajete dhe këto hadithe, ose një mesazh me ja dërgu, thosht është lidhje farefisnore, ose veç një shkrim, thot Ibn Bazi, veç një shkrim me letër nëse s'ki telefon, veç me letër, selam aleikum, veç një selam ja qu, atina është lidhje farefisnore. Kështu pra e janë këta vëllezërit tonë gurbetçarët të cilët na kanë ardhur, ose duhet i trajtojmë si lidhje farefisnore e të hina në shpërblimet e Allahut që i ka përmend Allah dhe pejgamberi, e të ruhemi prej dënimit shkëputjes kësaj lidhje, ose duhet i trajtojmë si musafir, ose duhet i trajtojmë si musafir dhe ata që kemi obligim me i mbajtë lidhjet farefisnore. Kishin disa fjalë për vëllezërit tonë që kanë ardhur prej gurbetit. E lut Allahun azza wa jall që ata Allah zot jep sukses edhe rahati, qetësi, që të qetësohen dhe rahatojnë këto ditë që kanë ardhur prej gurbetit. Edhe Allah inshallah i fal ata dhe neve. Qulu qouli hadha astaghfirullah li wa lakum.